fillojmë sot pak më ndryshe në orën 3:10. E kam thënë edhe në fillim të javës, çdo ditë do takohemi në orën 3:10 sa i përket këtij muaji të Ramazanit, ndërsa pikërisht do të flasim sot me nutricionistën Urrata Rezgjepi për ushqyerjen gjatë agjerimit dhe jo vetëm. Do të ndalemi pak a shumë tek agjerimi në përgjithësi dhe jo vetëm gjatë këtij muaji të shenjtë, por gjithsesi edhe agjerimit në përgjithësi, meqense mund të kthehet edhe në një stil jetese për të ndihmuar ata që kanë nevojë. Urrata, mirë se vjen. Është temë e momentit. Edhe normalisht njerëzit gjithmonë kanë dëshirë të mësojnë sa më shumë si të ushqehen, çka të konsumojnë, çka mos të konsumojnë, qoftë gjatë kohës së syfyrit apo të iftarit, edhe kështu me radhë, po besoj që edhe ti e bombardu nga këto pyetje këto ditë. Mirë tash, agjerimi është një lloj diete, qoftë për arsye shëndetësore apo për arsye fetare, ku një person abstenon prej ushqimet edhe prej pijeve deri në një kohë të caktuar. Agjerimi si praktik, na mund është me thonë që kena të mbilë natyrisht në shpirtin tonë për arsye se jena dëshmitar, kur jemi smut, as nuk na hahet dhe as nuk na pijet kur gjo. Edhe një farë mënyrë është një farë lloj agjerime. Agjerimin e kam praktiku qysh mati shkencëtarë dhe filozof antik e kam praktiku qysh mati, do me thonë për sëmundje shëndetësore, po edhe për arsye fetare. Për nga aspekti shëndetësor, agjerimin dohet do me thonë agjerimin intermitent, apo periodik ndryshe, agjerimin e pilot, që kena gjatë këtij muajit Ramazanit, agjerimin me lëngje të pemëve ose të perimeve, edhe agjerimin me ujë. Këtë këto i kanë ato përfitimet shëndetësore, po normal nëse praktikohet që shdohet. Te agjerimi shumë shkencëtarë, shumë hulumtime kanë qenë edhe vazhdojnë të bohen rreth ndikimit të agjerimit që është në trupin e njeriut. Për shembull, kena biokimistin japonez Osumic, i cili edhe ka fitu çmimin Nobel, ka tregu për agjerimin qysh ndikon në trupin e njeriut, edhe qysh gjatë agjerimit ndodhe procesi autofagjisë. Procesi autofagjisë është pra një proces i vetëngranies, ku qelizat vetë pastrohen, i largojnë molekulat kancerogjene, molekulat e inflamume, bakteret edhe viruset, edhe kështu bën një farë lloj pastrimi i trupit. Për ndryshe ka edhe normal shkencëtar tjerë, për shembull Dr. Madsen ka tregu për rolin e agjerimit që ka ndiku në rrëmjen e peshës, qysh ka ndiku në uljen e inflamacioneve. Dr. Funk po ashtu është edhe një ekspert shumë i njohur këtë lamin e ndikimit të agjerimit në tipin e diabetit të D. Ai ka tregu se qysh ka u përmirësu gjatë kohës kur jena agjerueshëm, qysh përmirësohet ndjeshmëria ndaj insulinës. Po mi ka dhe tash ka dhe shumë shkencëtarë tjerë që kanë vërtetu të mirat e agjerimit. Të mirat e agjerimit janë shumë, tepër ka të mira për agjerimit. Normal, dietë të disa njerëz ajo është ndaluar për arsye se shëndetësore. Për shembull tek njerëz të cilët agjerimi kish me shty procesin e shërimit ose edhe kish me përkeçum. Ose te njerëz që kanë sëmundje maligne të mëlçisë, diabeti i pakontrolluar, edhe nuk preferohet te shtatzanat edhe lehona, po gjithmonë duhet të konsultu paraprakisht me mjekun. Të mirat e agjerimit janë të ndryshme, për shembull ajo bëhet ekonomizimi i organeve. Pra ju lejohet organeve që të pushojnë edhe për lëvizshmëria e tyre, puna e tyre ekonomizohet edhe gjithçka përmirësohet. Për shembull traunat e zemrës bien në prafërsisht 13.000 deri 14.000 euro në ditë. Lëvizshmëria e zorëve përmirësohet, do të thonë shëndeti i zorëve përmirësohet se ju lejohet një farë lloj pushime, edhe lëvizshmëria pastaj përmirësohet. Tjetër është edhe rregullon sistemin nervor. Do të thonë gjatë kohës kur jena agjerueshëm, lirohen dy mediatorë, të cilët e bojnë atë e rregullojnë atë ndjenjen e disponimat apo të relaksimit. Dhe gjithmonë thuhet që truri dhe stomaku janë në lidhje me njëra tjetrën direkte. Edhe agjerimi do të ndikon edhe në gjendjen psiqike, po edhe në gjendjen fizike të një personi. Prapë do të me cek nëse normal bëhet që shdohet. Do t'i diskutojme edhe rregullat. Ndikon edhe në përmirësimin e metabolizmit, ndikon në largimin e toksinave të ndryshme, uljen e kolesterolit, uljen e acidit urik, e bën zgjerimin e anëve të gjakut, ku njerëz që kanë probleme me tension të lartë gjakut, mundën me përfitu gjatë agjerimit, pasi që e bën uljen e tensionit. Edhe ka shumë përfitime që janë pothuajse të pafundme, që mundën me veç me vazhdu. Gjithsesi,
për mos të shku me rend, po nisemi pikërisht me kohën në të cilën jemi. Tani jemi në muajin e shajtë Ramazanit edhe të pothuajse shumicave se janë në proces të agjerimit. Disa kanë uri, disa s'kanë, disa gjithmonë pyesin, janë në dilema, çfarë të ham, çfarë të konsumojmë, çfarë të pijmë e kështu me radhë. Cilat janë disa këshillat e nutricionistët në këtë rast sa i përket kësaj kohe. Po flasim për agjerimin e plotë, ndërsa më pas do ta doja ta diskutoja gjithmonë agjerimin periodik, atë që përmendëm pak më herët, i cili mund të kthehet shumë lehtë, shumë thjesht në një stil jetese. Shumë. Mirë, tash gjatë kohës iftarit, prishja e iftarit, prishja e agjerimit gjatë kohës iftarit, gjithë secili ka ato dëshirat e veta, preferencat e veta, apo dhe mënyrën të ushqeshmërisë gjatë agjerimet. Tash na mundëm me diskutu pak në vija trasha çka preferohet mu bo. Mirë është me fillu me njëherë iftarin, do të me bo hidratimin e trupet. Mirë është me ujë, për shembull një deri 2-3 gota ujë, ose edhe mandej do të më bo edhe rikthimi i sheqerit në gjak. Mënyra ma e mirë dhe ma shëndeshme për me bo kthimin e sheqerit në gjak, kish me qenë me anë të frutave. Për shembull hurmja. Dhe jo rastisht është. Edhe jo rastisht është. Superfrut i cili ka benefite të jashtëzakonshme. Po, i ka pothuajse gjithë ato makro dhe mikronutrientë të cilët i vyjnë në organizmet. Edhe me 1 deri 2 apo edhe 3 hurme, mos teprohet edhe shumë. Edhe pasi që u bore hidrimi i trupit, u kthy sheqeri në trup, mirë është më bo edhe kthimi i mineraleve në trup, në organizëm. Do me thonë, qysh mundet më bo kthimi i mineraleve, zakonisht preferohet më bo me fruta apo me perime. Po në këtë rast na kishë mujt me shku, pse jo me një supë. Në supë mundet normal më shtu edhe mesh, po. Kur konsumojnë anë supën, edhe ka mu bo hidratimi i trupit, edhe kanë mu kthy mineral. Me sa kam informacion, nuk duhet ta teprojmë me ujë me njëherë. Nuk bën me tepru me ujë. Do të thotë në fillim duhet nga dalë të kthejmë hidratimin. Qashtu, 1 deri 2 gota ujë, se mas tande edhe mas iftarit na kena edhe pas kopër me konsumu ujë edhe që është e preferueshme mu bo hidratime. Po mirë tash prapë e ceki gjithë secili ka dëshirat e veta, nëse dikush nuk preferon supën, mirë është me vazhdu me çka do që ka dëshirë, po let mundohet mi përfshim këtë makro dhe mikronutrientët e nevojshëm, edhe me bo hidratimin e nevojshëm. Mirë është edhe të jetë një vakt mes iftarit edhe syfyrit, do me thonë së është e nevojshme krejt ushqimi mu konsumu gjatë kohës e iftarit. Do të me lonë do dhe për... Edhe për pak ma vonë. Do të me lonë edhe pak ma vonë, më ndonë disa racione. Preferohet diçka e lehtë, edhe në kohën e syfyrit gjithashtu preferohet diçka e lehtë që të rritet lehtë, po edhe mundet me na marrë nivelet e energjisë që ndryshme gjatë ditës. Për shembull gjatë syfyrit preferohet vezë, qumsht, jogurti apo kefiri, të cilat e mbështesin edhe shëndetin e zorëve, djathi, po djathi me përqindje të ulët të yndyrës edhe të kripës. Edhe pse jo dhe drithrat, me bo me një përzime të farave të ndryshme, me qumsht ose jogurt, edhe këto janë disa opsione shumë të lehta që mundën më bu gjatë kohës syfyrit. Cilat janë disa gabimet që ti ke vrejt që njerëzit zakonisht bëjnë edhe më pasan kohën pikrisht për shkak të konsumimit të këtyre produkteve? Gjatë kohës iftarit, me njëherë mundohë me ongër këtë shka kena përvara, po nuk përfundon me aqë që shë ceka edhe preferohet me pas një vakt mes iftarit dhe syfyrit, një darke letë, rreth orës 8. Do me thonë, nuk është e nevojshme më mundu këtë ushimin me konsumu qatë herë. Letën datën disa racione, ashtu është edhe është një vonesë komunikimi për 20 minuta mes qendrës për ngopje dhe e lukthit. Do me thonë, kjo tregon që nuk kena nevojë me qëndru në tryez deri të fitojnë atë ndjenjen e ngopjes. Për arsye se në ato momente na po ngihemi për nevojat e syrit e jo për nevojat e trupit, e nevojat e syrit kur nuk ndalen. Kështu që do të më ndëgju pak nuk thonë rastisht syni unt. Po bash. Këto janë disa gabime, do në më mundu të paktën një shmang ëmbëlsirat, ose edhe këto ushqimet e procesume, mu mundu mi shmang të paktën. Edhe gjatë kohës syfyrit bëhet gabim se konsumohen lanqet cilat përmbajnë kafein. E lanqet që përmbajnë kafein, preferohen mu konsumu pas iftarit, për arsye se dhe e bën një tonifikim të organizmet. E kur konsumohen ato për shembull gjatë kohës së syfyrit, kafja, çaj zi, çaj gjelbert, ato jo veç që janë diuretik, edhe nxisin largimin e langjeve prej trupit, ato edhe e mundën me shkaktu edhe pagjumësi. Pa tjetër. Edhe syfyri zakonisht është në
pik natës, po themi, apo herës shumë herët në mëngjes. Edhe po, të darka, qaj vakti mes iftarit dhe syfyrit, preferohet diçka e letë, diçka që të rritet letë, po dhe njëkohësisht më konë, ndoshta në kalori pak ma shumë se iftari dhe syfyrit çka kish mujt me përmbajt. Nëse do ndikush me konsumu, mirë është me shku me mish të peshkut, me mish të shpesve, për arsye se të rretën ma letë, edhe mish i kosh nëse dikush ka preferencë ma shumë mish në e kosh, mos të kalot ma shumë se 100 dhe 150 gram mish, për arsye se të rretët ma nga dalë. Unë e kisha diskutu paka shumë edhe këtë stilin e jetesës së përkohshëm gjatë Ramazanit. Ka shumë pyetje që nuk flenë deri në syfër, hanë edhe më pas mund të kenë probleme me gjumin ose thjesht ka edhe për atyre që i zë gjumi gjithsesi, po mund të kenë kësaj lloj, po themi, ndoshta gabime që ndodhin aty këtu pikrisht për shkak të kësaj kohe. Ose për atyre që zgjohen në syfyr edhe nuk flenë më gjatë gjithë ditës, tani flenë gjatë, po themi, gjatë pas ditës ose ku ta diun. Mira, është një lloj çrregullimi i gjumet, e cila po du me dalë, a është okay nëse bëhet pikrisht ky nuk mundesh me thonë që është bashkë në rregull, po tash është edhe pak e preshme që gjatë kohës të muajit Ramazanit mu bëni farë lloj çrregullime. Po gjithmonë do të me mundu me gjithë një farë balancimi, me gjithë një farë lloj ekuilibre, edhe gjithë shka me balancu. Mu mundu me bo një sy gjumë gjatë mes natës, edhe mas andi mu që për syfër, edhe prap me vazhdu gjumen, se pa gjumë nuk mundesh me funksionu. Po, a mund t'ja bëjnë skip, të largujmë komplet syfyrin, të mos e preferon nutricionista që të mos konsumohen syfyri, po themi? Tash, këtë sen mundesh me thonë është të njerëz që kanë bipesh. Të personat që kanë bipesh, nuk mundesh me thonë që do të patjetër me... Po ju preferon në një farë mënyrë, ju rekomandon? Po, të paktën mu çu me pi një gotë ujë. Veç diçka me shti pak e lukë dhe me punu. Po për ndryshe me eliminu tamam nuk kisha preferu, nuk preferohet. Bile një gotë ujë, veç diçka me përpunu lukë dhe. Pa tjetër. Mi shumë, po dalim tani te agjerimi sa i përket periodik. E tham pak më herët, unë kam persona familje, s'pëdi fisin gjithë e njohin, fisi ka humbë, po thuaj se ndoshta më shumë se 50 kg, pikrisht për shkak të agjerimit periodik dhe ato e ka kthyer në stil jetese. Nuk di nëse e ka thënë ai publikisht gjithsesi, po e tham unë për të, po e kam nga afër, e kam pa me sytë e mi. Edhe zakonisht po preferohet edhe po rekomandohet nga shumë profesionistë të fushës që të kthehet në një farë mënyrë në stil jetesës agjerimi periodik, sepse ka benefite shumë të mëdha. E përmendet edhe ju që janë të panumërta gjitha të mirat që i sjell agjerimi. Shumë shembull i mirë, edhe definitivisht kjo lloj praktike do të mbjell më shumë popullin ton. Sidomos për personat që janë bipesh dhe të predispozuar, po themi, për ndonjë sëmundje. Definitivisht po. Qyshitësi ka ato përfitimet shëndetësore, shumë shkencëtar edhe e kam preferu që edhe pas muajit Ramazanit, preferu që të paktën 2 herë në javë të bëhet një lloj agjerimi. Qoftë ky agjerimi plot, qoftë agjerimi intermitent apo periodik, ku te agjerimi periodik varet çfarë raporti e bën. Për shembull, disa njerëz shkojnë 16 me 8, 16 orë agjerojnë, 8 orë do të konsumojnë ushqim, po. Për shembull, qysh janë disa, një shembull mundë me marr prej orës 12 të ditës deri në ora 8 mbrëmje me konsumu ushqim, edhe prej 8 mbrëmje deri në 12 ditës, ditën tjetër do me thonë, me qenë agjerushëm. Kjo është një shembull shumë i mirë dhe ka definitivisht përfitime shumë të mëdha shëndetësore, edhe do të me praktiku shumë njerëz, sidomos edhe pasi të kryhet muaji Ramazanit, mu mundu me praktiku qoftë agjerimin intermitent, qoftë agjerimin e plot, agjerimin me lançe apo agjerimin edhe veç me ujë. Dhe përmende pak më herët që gjatë këtij procesi fillon diçka brenda trupit ton që ndihmon në rigjenerimin e qelizave. Ajo quhet autofagia që e përmende edhe ti në fillim. Atë ndalemi pak te kjo pjesë që unë mendoj që është shumë e rëndësishme që edhe opinioni publik ta kuptoj rëndësinë e agjerimit në përgjithësi. Dhe jo vetëm në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, por gjithsesi edhe në përgjithësi. Mirë, procesi autofagjis, pra është ndryshe njëtës si procesi i vetëngranjes. Gjatë këti procesi, qelizat, në fakt, organizmi i han apo i largon ato molekulat e inflamume, bakteriet, virusët, edhe e bën një pastent qelizave. Pra qelizat pastrohen prej stresit radikal, prej stresit oksidativ më fal, edhe prej radikalive tjera, cilat këto dyja, sidomos stresin ditë sotit, nuk mungon fare heq, edhe këto dyja bashkë mundën me shkaktu sëmundje
shumë të rana mas një kohë nëse vazhdojnë qashtu me umbledhe. Prandaj preferohet që mu praktiku agjerime edhe mu bo një faralloj pastrimi organizme, një faralloj largimi këtëne mbeturinave mu bo. Po. Keni hasë në ndonjë studim që ka pas rezultate shumë të mira sa i përket procesit të agjerimin, në këtë rast autofagisë që është aktivizuar, po themi ndoshta me ditë tana, sidomos me agjerimin vetëm me ujë. Kjo është një proces që jo shumë njerëz kanë guxim ta bëjnë. Unë personalisht e kam çu deri në 48 orë, kështu që e kam provu edhe vetë, nuk është edhe aq keq sa duket, po gjithsesi mendoj që duhet ta provoj të paktën secili. Po, definitivisht do të me provu. Kom lexu shumë rreth këtyre llojit agjerimeve të ndryshme, dhe definitivisht kanë tregu jo veç njerëz nga eksperienca e tyre, por kanë tregu edhe hulumtimet që ju mbo shumë, që ka pas efekte shumë të mira, qoftë me humb peshë, qoftë me shëru, sëmundje malinje, edhe preferohet definitivisht me bo. Qoftë pra peceki cilin do agjerim që e bon, definitivisht keme pas përfitime shëndetësore. Është një doktoresh, falni, sot nuk po më kujtohet emri, po gjithsesi e kam dëgju edhe historinë e saj, thotë që ka pas ankesa me dhimbjet e kyçeve të këmbës, edhe ka provu mënyra të ndryshme, qoftë me fizioterapeut edhe ku ta diun, gjithsesi thotë që i vetmi gjë që i ka ndihmu ka qenë agjerimi vetëm me ujë për 5 ditë. Thotë që në ditën e 5, po, gjithsesi, unë njoh persona që kanë bërë edhe 21 ditë, kështu që kjo është diçka që e thash pak më herët, jo shumë kanë guximin ta bëjnë. Shumë edhe disiplinë shumë të madhe. Vetëm me ujë. Tani ke informacione ke pas ti personalisht dikë që ka provu edhe ka pas rezultat qoftë për ndonjë sëmundje, qoftë për diçka. Kom lexu. Dhe si preferohet bëhet? Tani gjithmonë po dalim te rregullat. Si të bëhet, si duhet. Kom lexu, po kështu prej eksperiencës personale ose prej njerëzit që ai nuk i kam praktiku, kisha dashur të praktiku, ama definitivisht lyp shumë disiplinë lyp. Edhe kushdo që mundet me bo, bravo i koft, shumë seni mirë. Kom lexu shumë edhe definitivisht mirë tash te agjerimi për shembull vetëm me ujë, do të më kujdes më bëj hidratimi i nevojshëm. Nuk bën me lënë për shembull disa orë pa shku edhe pa pi ujë, për arsye se kur gjo nuk jete tu konsumu, ty dvyrë me marrë të paktën ujë mu hidratu, edhe në momenti që ti nuk jetu konsumu ujë, atër mundet mu shkaktu dehidrime, edhe mundet mu shkaktu probleme shumë të ndaja shëndetësore në rast kur mungon uje. Kështu që do të me pas kujdes. Gjatë që kësaj kohe, unë kam lexuar që lejohet kripa të konsumohet. Kjo për shkak të mungesës së mineraleve dhe elektroliteve që humben gjatë ditës. Po, definitivisht, gjatë kur nuk hanë ushqime, kur nuk hanë pemperime, cilat i përmbajnë këto elektrolitet, normal që do të me shtu në ujë. Për shembull, vish pak kryp me shtu në ujë edhe me konsumu, që ata që e thati jo, do me thonë vish pak ujë që kryp, që lejohet. Po, me anë të krypës më kthehen elektrolitet. Tani, po e kthehemi agjerimit të muajit shenjtë Ramazanit, ka shumë persona të cilët ankohen, qoftë për dëshirat e tyre, po pse jo, kafes, cigares, sheqerit, e shumë tyne, po themi veseve që i kanë gjatë ditës. Mirë tash, me thonë, do të milion krejt, nuk mund është me thonë. E vërtet. Kjo teori nuk mund të mos batu të krejt. Mirë është mu mundu mi rallu. Qyshet seka, kafen, lanqet me kafein, mos konsumohen kohën e syfyrit. Mirë është pas kohës iftaret, për shkak që e bën tonifikimin e organizmit, cigajas pak të letë rrallohet, edhe ëmbëlsirat, ushqimet e procesume, probleme ma i madh. Këto pak të mu mundu mi rrallu. Ndoshta nuk mund është mi ndalë këtë komplet, po flasë të njerë cilët janë pak ma labil, se dikush që vendos, s'ko me konsumu që të ushqim, nuk e konsumon. Mirë është që në kohën e syfyret, pra peceki, ëmbëlsirat mos konsumohen. Fare? Jo, për arsye se
ato e bojnë rritjen e sekretimit të insulinës, edhe që mundet me që, do më thonë, hipoglikemi. E hipoglikemia mundet me shkaktu urit parakoshme. Qëllimi jonë është që me majtë ato nivellet e energjisë gjatë ditës kur jemi agjerushëm. Pa unë ditë të rritur këtë ratë. Po. Mandej edhe kripa preferohet që kohën e syfyrit të zvoglohet sasia e marrjes saj, për arsye se mund me shkaktu etja dhe për etjes shkaktohet dehidrimi që prapë ceki nuk është qëllimi jonë. Qëllimi jonë është mi majtë nivellet e energjisë, normal që pak kime ndjetë ndjenjen e urisë, po është shumë sa normal, edhe me qenë ma të fuqishëm gjatë ditës. Për ndryshë gjatë kohës iftarit, preferohet që nëse dënë me dëshiron dikush me konsumu ëmbëlsira, mirë është sasit vogël, mos me teperu. Dhe me ljonë për fund, a? Po, mas iftarit, mas ushqimit. Amo mirë kish me qenë që mos mu teperu në kur gjo. Amo maj mirë kish me qenë që vend të ëmbëlsirës, pse jo mos me konsumu ndë një frut, që ka sheqer, me largu qatë nevojën e ëmbëlsis me marë. Po, për ndryshe, nëse dënë dikush edhe me marë të amon formë të ëmbëlsirave, ma mirë është me përgadit vetën shpesë sa me ble. Se me ble, aty ka përbërës shumë të ndryshëm, cilë mund me shkaktu problemet ndryshme shëndetësore. Për shumë në sistemin kardiovaskular mund me shkaktu probleme, ose edhe me diabet. Kur marot në shpe, kur përgadit në shpe, edhe din qka po marën, edhe vend për shumë sheqerit, mund është me qitë me përdori mjaltën, arrat, frutat e ndryshëm, edhe vend të ndyrnave të ndryshme që janë, mi përdori ndyrnat e shëndeshme, vaj u lirit, vaj kokosit, edhe po besoj që me që to ka mu largu që ajo ndjenja për me konsumu ëmbël. Edhe në kosisht kam i marrë dhe të mirat shëndetësore. Po, dhe ndërsa për ta majtë vetën të ngopur, gjatë gjithë kohës, duhet pa tjetër të konsumojnë proteina, është një për burimeve që njifët tashmë që të mbanë ngopur për një periudhë shumë gjatë kohore. Po flasim pikrisht për këtë pjesë, me qenë se ka burime për tyre që janë të preferushme, apo s'janë sidomos gjatë kohës Ramazanit. Proteinat bashkë me karbohidratet edhe bashkë me Karbohidratet me që i vjen me indeks të ullët glikemik. Po, definitivisht po. Ato të majnë ngitë ma shumë. Karbohidrate bashkë me... Kretë këto bashkë, do me thonë, kretë racionet që kena me angër, pe kohës iftarit dhe rinë kohën e syfyrit, preferohet mi përmbajt edhe karbohidrate, edhe proteina, edhe indynat shëndetshme. Pijat balansume. Po, definitivisht po. Për shumë, në karbohidrate shko dikon rreth 50%. Te proteinat 20%, madje ka dhe autor që të regojnë që edhe 15% është mjaftushëm. Edhe dikun rreth 30% me qenë indyrnat e shëndeshme të përshimen në një pjatë. Mirë është që këto kejtë mu konsumu, disa racione munda, me hongër shpesh edhe nga pak. Në atë rast, kur hajna shpesh edhe nga pak, aktivizohet edhe efekti termik, ku merë pjesë rreth 10% sasisë energjisë dalse. Në thonë, nëse i kina konsumu 2400 kalori, atër ky efekti termik, normal, kur i kina konsumu shpesh edhe nga pak, ky efekti termik vjen shpreje, edhe prej saj, do me thonë, energji dalse logaritë 240 kalori, si shambull e morë. Që janë shpenzuar. Janë shpenzu. Kështu që për mi mbajt nivellet e energjisë, preferohen mu konsumu këto, edhe bo një farë ekuilibrimi i makronutrientve, edhe te proteinat, po. Te proteinat, i kena proteinat me origin bimore, edhe me origin shtazore. Tash, te këto me origin shtazore... Kemi popull që hajmë proteina me origin shtazore më shumë, kështu që ndalim. Mirë është e këto me origin shtazore gjatë muajit Ramazanit, pra vlenë cekët, konsumohen për shumë mishi peshkot, mishi shpeze, mishi pullit, do me thonë, pasi që të rejten ma letë. Kurse edhe vezët janë të shëndeshme që mundë mu konsumu gjatë kohës së fyrit, edhe mirë është kesh me qenë që mos me anu veç ka ana e proteinave me origin shtazore. Bënë ka proteinat me origin bimore, për shembull pishtajoret, pasulli, thjerëzat, krejt këto kanë proteina, e na ndihmojnë edhe në formimin e moskujve, edhe me na marrë. Edhe me imbajt për gjithë ata që janë duke u kujdes pikrisht për masën muskulore. Pasulli është i shnetshëm. Patjetër që po. Mirë, suplementet. Diskutojmë pak edhe këtë pjesë, ka persona të cilët janë mësuar ose të fakt në një farë forme përdorin suplemente gjatë dietës së tyre, çka ndodh tani në kohën e Ramazanit? Mirë, suplementet
mundëm mu përdorë dhe gjatë kohës Ramazanit, po gjithmonë mirë është mu konsultu me ndonjë nutricist ose me ndonjë mjek, mi kontrolu, mi pasë në kontrol nivellet e minerale apo dhe vitaminave. Nuk ka nevoj kur gjo ma shumë ekstra. Me marë ekstra për shkak të. Nëse të mungon vitaminat, e merë ekstra si suplement. Sidomos tash kohët kur është dimër, zakonisht ushqimet janë pak ma të varfuna edhe është pak ma e normalizume që me marë suplemente, po mirë kish me qenë që mu mundu mi përshi sa ma shumë lloje të ndryshme të perimeve edhe të pemëve. Për arsye se ato i përmbajnë mineralet e vitaminat e nevojshme edhe i marrë në mënyrë natyrale. Po gjithmonë duhet me majtë mend se suplementet kur nuk bën me zaventsu një vakt ushqimor. Ato janë pra veç shtesa. Veç shtesa. Ato veç me ta ndihmu pak në punën e sistemit imunitar, po mirë kish me qenë që prapë ceki me përshi sa ma shumë lloje të ndryshme të pemëve dhe perimeve dhe ka me qenë gjithçka në rregull. Urata ishte shumë kënaqësi që të pata në studio, faleminderit për gjitha këto që ndajte me ne, po shpresoj që të shihemi edhe hera tjera pse jo të gjedhim një temë nga e cila mund të marrin informacione edhe shikues. Shumë prej juve, vjen mirë që jesha këtu. Faleminderit. Miqtë mi dashur, tani është koha sa ndjekim materialet të cilin e ka përgatitur Sara. Në fokus e kemi Princes Diana. E ndjekim së bashku e kthehemi pas pak në studio.